jam falënderues Zotit mas pare, njerëzve cilët të më rrethojnë, njerëzit cilët janë pjesë e sukseseve të mia, si të Dent Fix tash kërë herë fix, po ashtu edhe në tarmën e shpejt dikun 2-3 mujore edhe të Dent Fix Zvicër edhe Dent Fix Hotel. Ju të hapë Dent Fix në Zvicër? Po, shpejt. Do më thonë, do kemi ordinancë dhomëve në Zvicër? Po, shumë shpejt. I sekund tash, se kjo është lajm, këta nuk e di janë. I sekund. A kanë më konë me çmimet Kosovës a me çmimet Zvicrës? Shqiptari i vjen mas pari të çmimet e gallit. Ato janë cilat përcaktohen prej ligjeve këtu në Zvicër. Të Zvicrës. Pra domethënë nuk mund dalim jashtë. Mundet pak diçka në përqindje e vogël, po. Okej, pra. Më shumë jemi për 2-3 muaj Dent Fix do hapet në Zvicër. Afër bashkëdhetarëve tanë me qenë afër për shkak të na e dimë gjithë që mjekësia mund të pas probleme edhe me qenë afër. Po jo vetëm për bashkëdhetar, po edhe për të ujë se ne në Dent Fix dhe në Killer Fix, do më thonë kemi dikon një 40% e pacientëve cilët janë me mira, që janë të huaj, jo shqiptar, që janë fal marketingut të shqiptarëve cilët jetojnë në përvendet e ndryshme të botës. Jo vetëm Zvicër, po Gjermani, Londër, Amerikë, Turki,